Haraqina ka minimum mbi 300 të diplomuar. Ku aty kemi mjek, kemi profesor, kemi dekan, kemi kardiolog. Mu me intereson kështu. Me që shumica duket se kanë studiu në Haraqin edhe mjekësi. A ka hapësirë, a ka mundësi, edhe a ka kapacitet komuna të planifikon një klinik, ose poliklinik të themi, në komunën e Haraqinës, për shkak se është një komunë kogja e dendur. Ne kemi në plan program këtë çështje, të cilat do të besoj që me ekipin që e kam unë, e kemi diskutu, dhe besoj që shumë shpejt, se kemi edhe njerëzit tonë për pse mos me dhonë kontributin në Haraqin, po vetëm në për spitalit qytetit. Po, pra shumë bukur. Edhe do të bëjmë çmos që do ta hapim edhe një poliklinik në Haraqin. E bukur, kjo do jetë informacion